Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që jesin rrugës së tij dhe kapën për mësimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, sonte jemi në takimin tonë me solidaritetin, kooperacimin, bujarin dhe egoizmin. Janë këto 4 komponente të cilat është vështirë mu kombinu ose mu gjintë një person, mirë po besimtari ku duhet mu gjintë edhe cilën duhet me marë, cilën duhet me luftu, edhe nëse prej këtyre komponenteve duhet me marë diçka atëherë sa duhet me marë, që duhet me marë. Fillimisht, që dim gjithë, është se Allah e ka kriju njerijun me jetu në kolektiv. S'mundet me jetu vetë, ose jeton me shumë vështirësi. E kemi përmend disa herë se Ademit alayhi salam në xhenet si ka mungu kur gjallë, i ka mungu njeri, sepse është koni vetëm. E thënë që e ka një farë ju komoditeti, me thonë sa i përket bisedave, neja, muhabeteve, derisa Allahu i lartësuar e ka kriju havën edhe pastaj ju ka largu kë problem që e ka pas. Që do të thotë se xhenet, po vetë që ka nejtë. Ademit alayhi salam. Pastaj Allahu kur i drejtohet njerëzimit me thirrjet që i drejtohet insan, nas, me emrin insan, me emrin nas, me emrin ins, krejt këtu aludojnë në shoqëri, në bashkëjetesë dhe tolerancë mes njerëzve. Që do të thotë se kemë usjell me njerëz dhe kemë jetu me njerëz, atëherë fal toleranca të mush, të i kaloj, anashkaloj disa probleme që të i bojnë njerëzit, sepse nëse e shikon çdo problem të vogël edhe të madh, nuk ka më të mejtë njeri rrethit, ose nuk kemë mujtë me vazhdu rrugtimin pastaj maske. Po, kjo domethënë është ligji i Allahut lartësuar në kozmos që e ka vënë se njeriu me pas familje, me pas bashkëshort, me pas nevojë për bashkëshort, me pas nevojë për fëmijë, edhe për ata të cilët s'kan fëmijë, japin, e lodhën, e harxojnë, edhe japin këtë pasurinë për me pas fëmijë, për arsye se është nevojë njerëzore që njeriu me jetu në shoqëri dhe në kolektiv, jo me jetu vetë. Pastaj kjo është rregulli i parë. Rregulli i dytë është se besimtari sa më i dobishëm me qenë për rrethin ku jeton, për njerëzit ku jeton, aq më i mirë është Allahu i lartësuar. Normal nëse i kryen farzat. Është shumë rëndësi vëllazërimës me i përzi disa mesele. Për shembull, nëse thuhet njeriu më i mirë është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Edhe kemi njeriu që i ndihmon vazhdimisht njerëzve. Edhe ju gjendet në nevojat e tyre. Mirë po, në raport me Allahun s'është kërkon as ka namaz as ka xherim. A është ky më i miri? S'është më i miri kë. Dihet. Më i miri njeri, domthonë më i miri besimtar është ai i cili është në rregull me Allahun, pastaj është më i dobishëm me njerëzit. Këto duhet ta kemi parasysh. Edhe nuk duhet me i kuptu drejt për drejt kështu hadithet edhe meselet. Sikurse jam pyet disa herë se ajo gruaja e cila ka qenë lavire, edhe pse i ka dhënë i qenit ujë, ka hyrë në xhenet. Domthon krejt atë gjunohin e lavërllokut, edhe kur vnis Allahu ja fali. Pse i dhani qenit ujë? Mirë po, domthon për shkak të disa punëve tjera të cilat pastaj i përmban hadithi, ose për shkak të pendimit të saj, kur e ka po gjendjen e qenit e ju ka kujtuar ajriti kështu më radhë. Për ndryshe, krejt ato gjunove. Edhe këta e kur vëni, më falin shprehje, për një ujë që e jep qenit, krijesës qenë është e pakapshme, mja u kalu atyne të cilët nuk i kanë qëto edhe me hynë xhenet para tyne. E kështu duhet mu kuptu hadithet. Njeriu më i dobishëm është ai, më i miri te Allah është ai i cili është më i dobishëm tek njerëzit, paraprakisht është mirë me Allahun. Është mirë me Allahun. Por ndryshe, s'është mirë me Allahun e ty me njerëzve, ai ka shpërblimin e ndihmesës, por nuk është më i miri. S'është më i miri kë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam thot njeriu më i mirë është ai që ju bën dobi njerëzve më shumë. Pastaj vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam thot për mua është më e dashur me dal me një vëlla temin i cili ka nevojë edhe me shku deri aty ku ka nevojë edhe me i ndihmu, nëse është nevojë me ndihmu, por mua është më e dashur kjo se sa me qëndru një mujdit i tikaf xhamit teme. Ç'është i tikafi xhamit pejgamberit alayhi salatu.
Thonë xhamia ma e vlefshme edhe namazi që ma shumë shpërblehet pos qabës. Ama një namaz me nimi namaze, pastaj llogarit sa namazet falem rëna mujt, pastaj itikafi, sa leximi, kërret që tu pejgamberi alayhi salatu wasalam kish me i fliju dhe me i dhon çka, me i ndihmu dikujt. A e bojmë në këtë baraz pesh? A mosim qështu në? Të ka njëherë për do punë që janë shumë timta, më në kje sënet si janë. Wallahi s'po moj se e kam qëtë punë qëtu, s'po moj më shku në më ndihmu vllotën. Ndërsa pejgamberi alayhi salam bëhet ibadetin e një muj të kësha fal. Itikafin e një muj të kësha fal. Në xhamit vetëm e çka? Me ndihmu dikujt. E kjo domethënë është ajo që ajo formula e Islamit se duhet me i mat senet me matje sheriatike ose me vakt sheriatit. Jo me vagat njerëzve. E kështu bra, po mat pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj solidariteti, vëllezër, edhe ndihmesa tjerëve, edhe bujaria, mu ju gjinë njerëzën e vejtare, kjo ka qenë vlerë në gjitha shariatet. Kur thamë gjitha shariatet, është në gjitha librat të cilat kanë zbrit me dispozita prej Allahut. Sepse shariat, kur thuhet shariat, është shumë rëndësi me i kuptu edhe termet, sepse dëgjova sot që dikush më ka kesh kuptu më njonin prej derseve, edhe ka kuptu diçka që absolutisht leqi se kom thonë, pas që e ka përmbojt ajo që e kom thonë. E kështu që është shumë mirë me i definu senet. Nëse ka diçka të paqartë, ose nëse mendoni që s'u kuptu bolla dhe ka nevojë më u shpjegu, nuk është marrë, me thonë a ka mundësi edhe pak me sqaru çto është nuk është e qartë vallë. Kur thuhet shariatet, është për qëllim dispozitat, jo besimi. Sepse besimi s'ka ndryshuar. Besimi i Ademit alayhi salam ka qenë besimi i Nuhit, ka qenë besimi i Isait, i Musait dhe i Muhamedit alayhi salatu wasalam, se Allah është një, s'bëhet dy. Allah është gjithdijshëm, nuk bëhet i padijshëm. Allah është i plot fuqishëm, nuk bëhet i pafuqishëm. Allahu sheh, nuk bëhet që nuk sheh. Këto janë rregulla që s'kan ndryshuar kur. Mirë, po shariatet, dispozitat kanë ndryshuar. Ose disa prej tyre. Për shembull, Allahu i lartësuar prej dispozitave beni Israilve ja u kanë ndalu vjamin e kafshëve. Si dënim. Pastaj te beni Israilet, dispozita e pendimit ka qenë që njeriu me myt veten. Ku mboqën apo do të më pendu, do të më vro veten. Pastaj plashka e luftës, preja e luftës para Muhamedit alayhi salatu wasallam nuk ka qenë e lejuar. U dosht me mbledh udhëheci muslimanëve ose pejgamber nëse ka qenë u dosh me mbledh plashkën e luftës edhe me do të trosh me një vend. Nëse vjen një zjarr prej qiellit edhe e djeg plashkën e luftës, çka ka? Atëherë kjo është shenjë se Allah e ka pranuar luftën e tyre, edhe lufta e tyre është e drejtë. Nëse s'vjen, atëherë lufta e tyre është e padrejtë. Ndërsa Allah e ka leju plashkën e luftës dhe prejnë e luftës në shariatin e Muhamedit alayhi salatu. Ky është shariati. Domthonë disa dispozita të cilat munden me ndryshu për shkak të kohës, për shkak të vendit, për shkak të personave, për shkak të popullit e kështu me radhë. E në çdo shariat solidariteti, bujaria kanë qenë vlera. Kanë qenë vlera të gjithë pejgamberët dhe të gjithë muslimanët. Pastaj këtu nuk ka mundësi me e kalu këtë pikë pa e përmend fjalën e Hatijës radiallahu anha. Gjithë e dini. Mirë po, nëse përsëritet nuk ju bën zarar. Kur pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka ardhur shpallë, çfarë ka ndodhur? Ka thonë, ka ardhur te Hatijë thotë, "Wallah khashitu ala nafsi." Thonë, për disa çaste mendova që po des. Sepse ka po diçka që as që e ka menu me arë me lejko Gjibril në pamin e vete me shtërgua mi thonë lexo një personit që s'di me lexu thotë khashitu ala nefsi njëherë më shkaj mene që mas po des për i frikës të madhe qka bën Hatijja? Halo s'ka ardhë Kur'ani halo nuk kanë zbrit besimi se që duhet me besu halo nuk kanë zbrit ajetet e shirkut edhe të kofrit edhe të imanit edhe të uhidit e për Allahun madhrin e ti Hatijja radiallahu anha duke qenë grua fisnike dhe bujare dhe grua me vlera sepse Allahu pejgamberve ja zgjedh gratë fisnike dhe bujare i thot vallahi kur nuk të poshtran ty Allah o fjala e parë ty mos u tut
Të thonë, ajo që të ka ndodhur, pse ke pas frikë, mësu tëtë se Allahu nuk po shtron. Pse s'po shtron Allahu? Dëgjoj pse nuk e po shtron, po ja përmend tash do vlerat. Hatija radiallahu anhu pejgamberit alayhi salatu kur halos ka zbrit Kur'an, veç një ajet ka zbrit. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, ose 3-4 ajetet e para të surës Alaq. Thot ti i mban lidhet farefisnore, kjo është vlerë. Që nuk e kanë pas gjithë këta. Pastaj thot e flet vërtetën dhe nuk rren kurr. Pastaj thot e ruan amanetin, si hupa amanetin kërkujt e çon amanetin në vend. I ndihmon të dobtit. Don ati që ka nevojë më ju bë krah, i bën shkrah dhe i del krah, pastaj i ndihmon skamnorit, e ndëron musafirin. Don këtu vlera po ja përmend Hatija pejgamberit alayhi salatu wasallam. Don këtu janë vlera, po sikur do të thonë Muhamedi alayhi salatu wasallam. Përderisa ti i barë që tu Allahu s'thup, sepse Allahu ti ka qeshtu. Ti ka qeshtu të mira dhe të vlera për me tregu njerëzve se ti je njeri me vlerë, kështu që nuk të hupaj. Mirë po, është një farë plani këtu që ma vënë e kuptojnë. E pse nuk e poshtron Allahu? As nuk e ul Muhamedin alayhi salatu wasallam, sepse është solidar me njerëzit, është bërë mirës me njerëzit. Bon, ku ka nevoj për bëmirësi e gjanë, ku ka nevoj për drejtësi e gjanë ato, ku ka nevoj me ju bo krah ati që s'ka krah e gjanë ato, ku ka nevoj me fol drejtën edhe me thonë të vërtetën e gjanë atë. E këtu kanë qenë vlera të shariatit Ibrahimit alayhi salam dhe kanë mbetë të disa persona të caktuar. Pse Hatija i kanë njoftë këtë vlera radhiyallahu anha? Për arsye se kushërini i saj, Waraka ibn Nawfal, pastaj kur ka shkuar pejgamberi alayhi salam, ka qenë njeri i krishter, por në krishterizmin e pastër të Isait alayhi salam. Sepse e ka lexu e ka lexu Injilin. Edhe për ata ai meni herë ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ti shakon i ri kur të nxjerrin prej Mekës më të ndihmu. Do të thonë, çka ka qenë familje me vlera, që ju kanë mbet këtë vlera prej Ibrahimit alayhi salam. Pastaj kthehemi te vet Ibrahimi alayhi salam. Besoj që e keni dëgjuar gjithë kur i kanë shkuar musafirët Ibrahimit alayhi salam. Mirë, pa i pyet musafirët prej kujt keni ardhur? A jeni për buk? A shkojmë me çaj? A po pim kafe? Këtu mohabete si ka bëj Ibrahimi alayhis salam. Edhe na sot zakonisht musafirin e pyesim a jeni për buk, edhe themi inshallah be ka hëngër. Ose i them a jeni për çaj, si të na thojnë po me dhe u kry për buk mos kanë. Ndërsa sot shumë lehtë është me ja ofru bukën dikujt. Mjafton i telefonator për 5 minuta e ke të shtëpia. E Ibrahimi alayhis salam çka po bën? As pe vet kush jeni, se mi pas vet kush jeni na me laçë u kry si shlëh. Mirë po musafir, kanë orë në shpi, po donë me ja u boni nerë dhe me nderu musafirin, edhe shkon fejgje bi ijlin hanif. E bjen viqin e pjekt, ju pulën, ju qurën, ju kingjin, viqin, pa i veta hani as hani, pa i veta kini hangër as kini hangër, a i një hundë as kini hundë. Se ndodhë kanë herë me i qitë ushqim dikujt në i mësafirë të Allahi kemi hangër, si jam mund të djale në ushqimit, pëse bes kallëzut më s'ki shku pashtë, si ka shku nërmen ke Ibrahimit a.s. Ibrahimit a.s. i ka shku nërmen nera, bujaria. Edhe i thot, pastaj e kur jap qëtë mishin, viqin, thot, ela të kulun, pëse s'mani? Thot, në ashab, Ibrahimi a.s. thot, ela të kulun, me frike ka thonë këto, pëse s'mani? Të unë mësë me hangër? Kushe, do më ju do të më njëftë muhe, që ushqimin tem do të me hangër, e thot na imi me lau që ehmi jo kush pastaj. Edhe Ibrahimit alayhis salam i kaloi Afrika që e pat, se kush janë këta njerëz që më kanë hin kanak, kanë orë te une, s'po i njeh dhe s'po hojnë ushqimin, e kum qitë ushqim vetë 70 i ka pas Ibrahimi alayhis salam këtë ku, ka shkuja ka bë mish e pikingjin, atë viçin vet. Mos e ka bë Ismaili alayhis salam. Ismaili ma vënë lind, sepse me laçet e përgëzojnë këtu që kemi pas një djalë Ismail. Tonë vetë ka shku në plesni qështu, që ka prej viqin në Allah ti. Mirë, kjo nuk është thirrje që xhamati me i prej viqa o qëllorve, po vetëm po e përmendi si formë të solidaritetit edhe të bujarisë se Ibrahimit alayhis salam, sepse vështirë është dikush më ushtim me Ibrahimin alayhis salam. Mirë, pastaj Allah i lartësum solidaritetin, bujarin, zemërgjersin, e lavdron në 2 mënyra në Kur'an. Më spori, kur e lavdron Allahu diçka në Kur'an, dihet që ato duhet me marrë besimtari. Sepse Allahu nuk është që direkt i thotë njeriu të merresh çto, bën çto, merresh çto. Po kanë herë livdon disa gjëra. Për me i tregu që unë përdisa për livdoj është e mirë, ti duhet me pasat. Kur Allahu e përqesh edhe e përbuzën diçka atëherë do mund largohu prej saj.
Për mos mi thonë, largohu prej qësoj, largohu prej qësoj, largohu prej qësoj, bane qëto, bane qëto, bane qëto, Allahu nga njëherë lëvdon disa gjëra. E forma e parë është kur Allahu e lavdëron direkt bujarin edhe solidaritetin edhe zamëngjërsin. Për shembull, thot Allahu, alladhina yu'minuna bil ghaib, sura Baqara në fillim, te Alif Lam Mim, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ata të cilët besojnë ghaibin, mon ato që se shohin, po i ka lajmëruar Allahu, e falin namazin edhe prej asaj që i kemi dhënë na japin. Unë s'janë dërshtargum, po janë bujar. Pastaj ajeti tjetër thot, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Shembulli atyre që japin pasurinë në rrugt të Allahut. Do bujari do me dhonë. Bujari është me shtri dorën. E shash muslimonët do të më konë bujar? A do të më konë kopratës të maqar? A do të me shtri dorën krejt? A do të me mbledh dorën dhe me qitë dejtë e fyti qëtu? Se dikosh e shtarëngon dorën qështu? Mirë po, ma ta maqar se kjo është ai që e afron qëtu dorën të fyti që mëse mujtas me angrit dorën se do të më angrit dorën e kush e për maqil. Ai që është gjithë ta maqari e mon dorën mshel, po e mon largë qështu. E Allah dhe ata të cilët japin pasuri e tyre në rrugt të Allahut është sikur se shembulli i një kokre të cilën e qet në tokë, i qet 7 kallëj, sicili kalli nga 100 kokra. O 700 kokra për një kokrës. Allahu po e nxit në bujari, mirë po çfarë nxiti? Do të thonë ti jep një unë të japi 700. Ti jep një kokër, unë të jap 700 kokra. Ti jep një dinar, unë të jap 700 dinar. E kështu më radhë. Pastaj ajetet shumëta që zgjerohet muhabeti nëse i përmendim shumë e shumë, po e përmend Allahu edhe në fjalë të besimtarëve bujar, të cilët kur ju kanë ndihmu fukarave, nevojtarëve, përveç ju kanë ndihmu, ju kanë thonë që domosdoshmë kanë treguar motivin se pse po ndihmojnë. O për shkak u ardhën me të ndihmu ty, pse të kompru ndihmë asat? Me donë lojme, më bo temë, me i morë një 20-30 vjusa dhe pastaj më morë do para të, pse të kom një mone sëtë? Allahu thëtë, fjallët e tyne i përmendë. Subhanallah, llogareti kur Allahu zgjedh njerëz që fjallët e tyne me i thonë Allahu në Kur'an. Mas pari me i miratu Allahu, pastaj me i thonë ato Allahu, me përcjell Gjibril çdo fjalë, edhe me tregu se ato fjalë, me domon me met në Kur'an pastaj këto fjalë. Kush janë këta njerëz? Stim. Me po njerëz të mëdhaj sot dush. Thotë Allahu përmes gjuhës tyne, innama nut'imukum li wajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Na juve ju ushqejmë, ju japëm, ju ndihmojmë për hir të Allahut. As nuk lypëm për juve falënderim, as kompenzim. As falënderim, as kompenzim. Për kompenzim do hum po dihet. Kur i ndihmon dikujt, i ndihmon mos u ta kthy. Mi po falënderimi. As falënderim nuk lypëm. As nuk presum me na falënderu. Jo me ardh hesapit ndihmoj në 2-3 herë, 3-4 herë dhe në fund thon, çysh besi shkon mendën një herë më thon faleminderes. Çysh shkon mendën një herë. E çike çysh shkon mendën një herë më thon faleminderes. Po bëj kvoget që nuk është fi sebilillah, nuk është li wajhillah për hir të Allahut lartësuar. Sepse la nuridu minkum jazaan wala shukura, nuk lypëm për ju, as nuk presim për ju falënderim. Von kjo është ajo, ai solidariteti i muslimonit. Ky është ai solidariteti i muslimonit që jo që e dëshiron falënderimin, pas nuk pret dikush me i thon faleminderit. Pse? Sepse kur pret ti me thon faleminderit atij që i ke ndihmuar, shumë prej njerëzve s'kan me thon faleminderes, ke mu thyj shpirtnisht, ke mu lodh. E për mos mu lodh kështu bane për Allahun e Rasul, Allahu thot faleminderit. Allahu thot faleminderit në këtë botë edhe në botën tjetër. Mirë, këtu duhet mi pas parasysh dy gjëra. Te bujaria. E para me rrit njetin. Shumë problem. Është problem për arsye se bëmirësia është e ndihshme. Edhe njerëzit që s'janë fetarë, edhe njerëzit që s'janë kërkahesh në tokë të bukës, bëmirësia ja u zbut zemrat, e livdojnë bëmirësinë, e pëlqejnë bëmirësinë. Syfaqësia dhe rjoja më shumë të qës atakon është bëmirësinë. E këtu duhet pas shumë kujdes. Për ata nuk është që di qysh këtë njëherë në të kalumën, muslimanet e mirë, gjeneratat e para që kanë shef punët e mira, tyne që i kanë bërë bëmirësit e tyne. Wallahi, me lexu për bëmirësinë e 3 gjeneratat para, po 10 mas tyne, habit ashtu këta njerëz me vëllai, çfarë bote kanë jetuar. Çfarë bote kanë jetuar, 10 vjet bëmirësia, as gruaja vetë se ka ditë që do të bëmirësi. E përmendin rastin
e Aliut, të birit Husejnit, të biri Aliut. Kush është Aliu i biri Husejnit, i biri Aliut? Nipi Aliut radhiyallahu anhu. Mon Ali ka pas emrin. Aliu i biri Husejnit, Husejni i Aliut radhiyallahu anhu. E përmendin që kur ka vdek, ka qenë pasunik. Kur ka vdek në shpinë që tu, ja kanë po një shenjë që të na që thëni sikur që vetë ju ka bo. Edhe janë çudit ai që ka pastru kufumën e tij është çudit. Se kjo shenjë nuk ju bëhet vetëm se hamallxhive. Hamallxhit për dini, ata që kanë bojt me pare. Edhe janë çudit, ky që hamallxhi, ka punoj ky hamallxhi gjithë ato pare që i ka pas. S'pedin. Mirë, të nesërmën fillon mu anku fukarat e Medinës, 60 familjeve i shkon të ju qu natën, buk t'ja ulon të dera dhe të hecë. Mon këtë ato e ka bojt në shpinë, a mon natën nëse po kërkush. Ja dhe subhanallah, deri sa ka vdekë ka mojt më sheft. Mirë po Allahu ka dosht që me jaqit mas vdekjes. Mirë, çka do shta me thonë me këto? Me këto do shta me thonë se që i ka në rujt punë të bëmirësisë ata. Ndërsa në qysh do të me i rujt sot. Wallahi, sot, po ma mërmendja mua, ma të vlerësimin tem, kur njëherë nuk ka qenë me rrezikuar bëmirësia, sa i përket shpërblimit tek Allah të lërsu. Sepse smet kur gjo pa dol hoptës. Një paket ndihma 70 ingjizime, 50 foto. Edhe tani du të me orë komentet, pa tjetër. Edhe me falenderu. Nëse s'falenderojnë që këta njerës s'meritojnë mu lodhë për këta, kësta s'di me vlerësohë. Këty nësë një mëve, se një mëve. Edhe qka? Të thonë, krejta ja bëmirësi që është njësë për hirtë të Allahut, krejt del që s'po më livë da kërkosh. Qka mu lodhë me për njerës, s'ta di kërkosh me badehova, o më su lodhë, heq. Sa njeri i thot hoqës, edhe mu më ka thonë, hoqë më su lodhë be, se s'ta di kërkosh. U vëlloj të këshmi posë për njerës, mo të ishmi dërzu. Po na po shpresojmë te Allahu me dëpënu diçka. Për ndryshe, të shkon se njerëzit me të falenderuar me ta dite, me të vlerësu, më ti çdosh mu dorzu pejgamberi alayhis salam ditën e parë çdosh me lon këtë punë, këtë davet. Thon çka? A bash ashtu s'pjami hiç apo? Granin që u vënë në temën. Mirë po, pejgamberi Allahu të shkon i lidh me dikant tjetër. Edhe na duhet me qenë të lidhur me dikant tjetër. Kjo është puna e parë që duhet me pas shumë kujdes të bamirësia, ajo është me rujt njetin. Nëse dikush mundet me rujt njetin edhe duke i bë hap të bamirësisë, s'prish punë. Mirë, nëse dikujt i rrezikohet njeti, atëherë ose e lën bamirësinë krejt ose e bën sheftës. E dyta, është mos me i prish bamirësinë përmes lëvdimit edhe përmes përmendjes. Allahu thot: "Alladhina yunfiquna amwalahum thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajrun inda rabbihim." Ata të cilët e japin pasunisë tyre mi edhe pastaj nuk e pasojnë këtë dhënie me përmendje dhe lëvdim. Qysh ka muni njeri që i ke ndihmuar, kemi thonë vallahi, ti që ke pas kushtet ti, pa buk ishe kanë. S'kishe pas buk, subhanallah, që më qëj zëti, ta fillim mi kalzu ders. Që më qëj Allahu në moment fundit, ama buk s'kishe pas, heq. Që kanë pa një dinar në gjep, po mirë be mirë, ajo kanë. Dhe më halo do me thryti ato, halo do me qitë për toke. Allahu më thot, ata të cilët i bojnë bëmirësi mirë, por nuk e pasojnë bëmirësi me përmendje. Pastaj me në një vend tjetër thotë: "Ula tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Mos i prishni sadaqat e juve duke u livdu dhe duke i përmend ato. Kan heri vjen rani. Si rrallë, s'prish punë. Sepse Uthmanit radhiyallahu anhu kur i ka ardhur me tregu bamirësinë e vetë ka tregu, por më tregu njerëzve që unë kur jam qenë me pejgamberin alayhi salatu wasallam, si nikon musliman, hiç edhe mu po thoni se të ke shtramu fejen. Ata që e kanë rrethu shtëpinë e tij dhe kanë dashur me vrah. Mirë po, a kemi një herë Abu Bekrin ose Uthmanin para këtij rasti të thonë unë kom bë këto, kom bë këto, kom bë këto. Mirë, domo këto duhet mi pas parasysh. Kjo është forma e parë që Allahu e lëvdon bamirësinë, solidaritetin, bujarin. Forma e dytë është duke e nënçmuar dhe e përbuz kooperacinë, sepse edhe kooperacë dhe bujar s'ka mundsi. S'ka mundsi, edhe ta maqar, edhe me dhon s'ka. Ja, kja. E tash Allah i lartësuar, po e përbuz edhe po e përqesh, edhe po e përmend në formë nënçmuese kooperacinë. Kooperacia si duhet muslimonit kur qëjq. Sepse kooperacia, ose ta maqarllëku të ndëron vllazën,
Mas pakti që ka i bën dëm muslimanit është e pengon për ibadeteve financiare. Edhe e sheti, kur t'ja përmensh zekatin, mas pari mërdhejzët, i kushet fytyra, thu që t'ja marrë shpirtin. Pas ta i fillon me të regu se sa hargjimet a i ka, e sa shpenzimet e si me i të kurgjë. Mirë. Pse s'shkon haqji, thua ti? Ku mi mridh parët? Çdo vjet harxhon 2-3 hoxha. Harxhimet kjo i ka të luksit, nuk i ka mi. Mirë po, çka këta maqalluk dhe kooperacia që i ka e pengon për ibadeteve financiare, ndërsa Allahu neve në ka sprovuar me ibadete financiare, sikurse është lufta në rrugt të Allahut. Do të na rujt edhe izet lufta, ka nevojë vendi për financa, ka nevojë për mjete me mbledhje, me armatos ushtrinë, me u përgatit, tash duhet me thonë. Më nuk ju duhemi si njerëz, nuk ju duhemi, mirë po ju duhen financat e tona nesër. Pastaj është haxhi, pastaj është zekati, pastaj janë sadakat e ndryshme, pastaj është kurbani kështu me radhë. Ton vitin hanmesh, kur djen kurban Bajrami dhe të vallave 300 euro shumë bështraj do bo kurbani. A ton vitin hanmesh, më jam lidh mishin 3-4 vite ai ka humbur. Ndërsa te kurbani vallave shtrajt do kurbani, shtrajt pra, sepse ta maqalluku e ka lidh zemrën, suno ka i rrej zemra pe ta maqalluk. Ngoç ka thot Allahu i lartësuar për ta maqalluk. Thot Allahu wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. E kush arrin me largu ta maqallukun prej zemrës vet, prej vetës vet, ka shpëtuar. Mund çka duhet me largu ta maqallukun. Pse? Se Allahu në ajetin tjetër thot wa uhdiratil anfusu shuh. Nefsi i njeriut është i brëmost edhe me kooperaci edhe me ta mashalluk. Ta mashalluk është pjesë e tij, kështu që duhet me punu vazhdimisht me pastru, me gry, derisa t'ja hekim. Derisa t'ja hekim ta mashallukun. Gjithashtu në ajetin tjetër Allahu i lartësuar thot: "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum." Mos menoni ata të cilët janë të treguar ta maqar, ndaj asaj që Allah i ka furnizuar me to, kjo është hajër për ta, përkundrazi është sherr për ta. Qysh menojmë ta hajër? Të më thonë, vjen zakati, sjep, sadaka, sjep, ndihmesa, sjep, bëmirësi zban, pukaron se niman, edhe si pas tina, vëllai ka rujt parët i ka pështu. Qka? Ka dollë më mirë se sa ai që i harxhoi 6.000 euro, 500 euro, 7.000 euro shkojnë haxh. Unë të shkova në haxh i pështuva 7.000 euro. Unë ky menon që është mirë, po Allah po kjo është sherr për ta. Sherrul lamun, ai që kalon prej ta maqallukut ose që kalon prej kooperacisë. Pastaj Allahu pejgamberi alayhi salatu iyakum washuh. Kujdes ta maqallukut, runi ta maqallukut. Kur ato runi ta maqallukut do mos selamet kop. Mos selemu sill ka zemra jote, mos selem rana se bën zarar. Me pos një virus në trup. Shkon te mjeku s'nihesh mirë, do thot mjeku e kini mikrob në trup ose një virus. Parët që i këtë kemi harxhu për mjekat virus. Ta maqalluk është virus i shpirtit. E prish shpirtin, e smun zemrën ta maqalluk. Është virus që s'do të më bërë hap derisa ta neutralizojmë spaku ose ta largojmë krejt. E pejgamberi alayhi salatu wasallam thot kujdes ta maqallukut. Sepse ta maqalluku i ka shkatërruar ata që ishin para jush. Ta maqalluku i ka shkatërruar ata që ishin para jush. Çysh ka ndodhur? Çysh i ka shkatërruar? Thot, i ka urnu të maqalluku, me i këput lidhet fare fisnore, i kanë këput. I ka urnu të maqalluku, me amoralitet, me punë të këshia, i kanë me pru. Sepse dikush, me ndonë që hargjitet, me shku në për zjarete edhe në për vizitat e këta afërmit. Valloj sa doja, sa teze, sa ne, unë veç me i qitë kjerit benzin. Veç benzin, unë hargjonë. Pasaj ku, si cëllit, ku të shkaj du të milon, diçka e me qo, diçka. Edhe menën që i hargjohet. Mirë. Nërsa në anën tjetër, si këshur hargjimet që i ka, po i këshur këtu. Kjo dhe më hanë, ta maqalluku, për i thëtë që ti s'monesh me i majtë lidhët fare fisnore, se valloj të hargjojnë ata. Pasaj kur të shkaj që shetë dikoni që si ka punë të mirë, tankuve, du të mi dhonë, du të mi dimu, du të mi lanë, e kështu më ratë. Kretë këtu, i akordisë shejtani, ja qenisë, valloj, qaq mirë, sa që i do këtë pomja më e mirë që ka për para. Ja, po në sunë shkaj, valloj, kam një vëllo, po sunë shkaj, sa herë shkaj e vesh të anku, pa e dhonë s'po banë. Po jepi bre, vëlloj ki, jepi.
jepi se e thënë tamaqarllukun edhe e forcon vllazëllokun. Pastaj thot tamaqarlluku i ka urdhëruar për punë të këqija edhe i kanë vepruar. Domthon sot shumica e tornave edhe porja e madhe ku mlidhet. Cilat industri, po i thonë ata industri, po me thonë cilat marzina. Dihet, si ja vlen me i përmend për kimi mberi. S'pa i përmend veç. Kryesorja, thonë çka? Ha do të bëj parë më shumë, ha të bëjmë pasuri më shumë. Ç'aty është parja. Si intereson për vëlla. A është njerëzore, as është njerëzore, a është e dëmshme, a e prish familjen, a e prish rënin, a e prish vecën, a është katrontar, me si intereson, më rëndësi është ç'aty parja. Sepse po misëm pa pare, ka ku kena më fikë. Ka torna krena, që i mjaftojnë për një jetë normale, ama shka tamaqarlluku i ka hinë, tërpinja i ka hinë zemër. Edhe duhet, pa tjetër, me i ro gurit e drunit për me bë parësh. Mirë, pastaj tamaqarlluku është dy lloje. Shikom pone, ose shikom vlerësuone. Kjo është vlerësimi jemi. I pari është tamaqar edhe me veten e vet. Ky s'ka derë. E që i ka porët i shkreti i runë, të me të porë i ka, hanë ushqimet, dërta afati, rollë, blin teshat, me ndru teshat, me bo matreja, ose nevojat që i ka një familje normale, në mund edhe që aty bëhët tamaqarë, që aty e shtryjët dinarin, kur ja i tjelanat dinar, për shka i të fitu, për shka i të lëdhë. Pastaj kjo është i mangët, edhe është gjunaqar me veten e vet, është gjunaqar me familjen e vet, me gruan, me fëmijët, me krejt atë që i kanë familje. Pse? Për me ru parën, për çka po e ruan parën? Për çka po e ruan ato? Për çka i tu lodh? Ton tamaqar edhe me veten e vet. Ndërsa tamaqari i dytë është tamaqari veç kur të bëhet, kur të jenë pyetje diçka e hajrit. Në i projekti i hajrit, në i bamirësi, po këtu tamaqar bëhet. Subhanallah, këtu shihet që shejtani e shtangon. Këtë lloj të tamaqarllukut e shkakton shejtani. Edhe e sheti që sikleti më i madh, njerëz më të mëdhoja, sarakuqja më e madhe është kur ti vjen rani me dhon diçka ose kur ti lypet diçka për bamirësi, ose për punë të hajrit, ose për punë të mira, ose për një ibadet. Edhe ja përmend zakatin këtina, për shembull. Ja nis me i përmend gjitha fakturat dhe pagesat që i ka. E paguaj ato, edhe këto me pagu? Po bodhem të pagu. Mirë. Kur ti vjen rani, me shkon pushime, tash vera, hiç si kujtohen fakturat. Hiç as një fakturë si kujtohet. Kur vjen për detit ka, ja nis me mallku vetin, që atëherë mirë, po sa ka shku me harxhu para atje, s'u ka kujtu fakturat. Pse? Sepse këtu s'ka tamaqarlluk është e hajri. Edhe për ata duhet besimtari me hulumtu veten, me zbulu veten. Ku po e gjoj veten? Ku të më përdor mua Allahu i lartësuar? Ku të më përdor? Unë vazhdimisht sinali drekat edhe darkat për çefet mia. Mirë. Pjesë darkave të mia edhe harxhimeve të mia, është edhe dikush prej nevojtarëve, është dikush prej familjeve, prej familjarëve të mia, është asë është. Edhe nuk i llogarismi këto harxhimet që i bëjmë të cilat janë luks. Mirë. Kur vjen rani, dikush prej familjarëve tonë me qenë hisenik, edhe me pos hisen, pasunin tonë, edhe darkën tonë, edhe drekën tonë, aty veç s'kemi ka me ikë. Edhe s'kemi qysh me ikë momentit se për ndryshe, a e me arë të unë në darkë, unë e punët të nditën e me dhona tina, dërsa krena nuk e shë që është t'i shku poshtë, është t'i shku pasunia poshtë dhe investimi është t'i shku poshtë dhe harxhimet janë t'i shku poshtë. Mirë po ja që shejtani i ka zjeshu diçka edhe i ka rëndu diçka. So projekte të hajrit, edhe so iniciative dhe nisma të hajrit bëhen, ku jemi na? Pyet e vetën ti. So xhamia ndërtohet, so fëmia jetimin ndihmohet, so fukaroja mbështetet, so shtëpia ndërtohet, so. Mirë. Ku janë parat e mia? Ku është hise jam aty? Ku është bloku jam? A e kom qitë një tullë dhe dhonë aty? Jo, po ka jam t'i qunë këtë pare? Po s'barku tem që jam t'i bonet? Në qëto të mlonë Allahu muen? Edhe pësa Allahu si bënë pa drejtë kërkuj. Në qëto të mlonë Allahu dhe vonë të barku veç? Si ka punë të mirë vëlloj. Nuk është punë, njerëzit marun tu bohi se leke dhe tu morë shpërblime në për punë të harit, mu s'heq, të mësëm shkon menja. Sa e sa thirit bëhen.
Nuk i dëgjojmë. Mirë, a dalim se të dalim, a shkojmë që të shkojmë. Valla kesh pak për pushimet, e pëse shkojmë të mirë, do më shku atje. As nuk knoqët, as nuk kalën mirë, hargjime sa dush, kthejet të shtëpia i dëshpëron mirë. Ku metën parët, o hargjon s'ka. Si she. Veç e she i dhnimin edhe 5.000 që i kam hitë. Sikur të shkoni se ne në një punë të harit, në një bamirësi e kish pa s'pa kubile. E kish pa busqeshen jetimit. E kish pa knatësinë dhe lumturinë e fukaras. E kish po xhamien në kam që është ka bëhet. E kish po një cmut i cili tash është i shnush, edhe pjesë e shërimit ti është edhe parja. E kështu që shumë duhet me lodh veten. Me thonë, me pyet ku po shkon para eme. Ku Allahu po e çon parën teme. Wa ma dhalamahum Allah walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Pse Allahu nuk i bën padrejsi kërkujt. Mirë po, që kam vlerë edhe Allahu që tu më kalon të barku jem, s'dal për te barkut, edhe për te qefit barkut. Sot, ku dosh më më thirë, hajde shkojnë. Nesër, hajde shkojnë, mas nesër hajde shkojnë. Mirë, hajde se të ka një punë e hajrit, një gjami është kam remetuat, një tjetër është kamarohet, jetimat atje kanë nevojat, këshyrë s'ka vëllaj. S'ka, për arsye se Allahu nuk po t'i lehtëson këtë punë tyje, sepse halos kemë rrinë qatë dereqe, qatë shkallë që Allahu me t'i lehtësu këtë punë të hajrit. Për ata, shpesh kanë bë thirrje dietarët, këshyre veten, këshyre pozitën ku e hitë tek Allah. Ku të kalon Allahu? Çfarë shkallë? Këpo në paratu tribunat e mëdhoja dhe në paratu manifestimet e mëdhoja, kur i qesin të rezervume filani, këshyrë ti se gjona e mënten. Ku të kanë qitë tyje? Në ranin e fundit atje? Në qështë kanë vlerësua? E të ku më kalon Allahu muhe? Ku po më shkojnë pare jem? Ku po më shkojnë investimin? Ku po më shkojnë hargjimet? Unë po fitoj kënina, po marë pare, ku në të më shkojnë? Pse edhe unë s'muj me dhonë? Pse edhe unë nuk muj me investu për në botën tjetër? Kështu që shumë duhet me pas kujdes këtu. Pastaj, edhe tjetër është me vlerësu jetën tonë. Çka vesh jone? Rrobat e mia, çfarë çmimi kanë? Çka vozit jone? Ku banoj jone? Sa harxoj jone? Mirë, nëse vozit diçka të shtrejt, mirë, ku është hisja e saj për hir të Allahut? Domthonë ti kthej ti po për çeft ton, për dunjon tonë, dunjallëkun ton. Edhe për matematikat të cilat shpresoj me qenë të mira. Mirë, po këtë është këtë nolët të vetja jote. A nëse arrit, edhe ose ke arrit me vozit kërë 50.000 euro, ku është 200-300 ershe dhe ose 1.000 ershe jëtë dikon me një hajrat? Ku është? S'ka se kere i ka marrë. Për i ka marrë kere, pa mëshë që Allahu nuk është të qitë në shkallë më të nalë tyje. Pëse se që aty e imi nalën, që aty e kemi venin, s'kemi ven më të nalën. Edhe për ata në kalon Allahu që aty. Për ata shumë sakte, dhët një huq, në Arabinë Saudite dhët dalimi mes neve dhe gjeneratave të para, muslimanve të para është një plan veç. Aja mërmene që veç një plan me kemi dalim na dhe sahabët, tabenet dhe tabenet, edhe ata që kanë orë pas tyne. Aja mërmenja, nëse si mërmenja, unë po thamë që veç një plan me kena dalim. Pse? Sepse një plan mos mes lukthit edhe mes zemrës. Ata e kanë mush zemrën, apo e mush me lukthin. Një plan me kemi dalim, veç. Mirë, po që kanë mush ata që ka imi të mushna? Kjo është. Edhe për ata kur e thotë këtë fjalë është shumë bindse. Pastaj thotë, edhe preokupimet e tona me tyne janë shumë afër. Ata kanë pas preokupime pallatë dhe na sot nuk kena preokupim pallatin. Mirë, po ata kanë pas preokupime pallate në të cilat rrjedhin lumej, edhe janë të ndërtuar me një tull e arit një argjendit, ndërsa thot preokupimet tona janë pallate të cilat janë të ndërtuar me prilloqit, edhe nën to rrjedh kanalizimi Allahu ju nderoft. Thon pallat, rrjedh, tulla. Mirë, po ku është preokupimi tyne, ku është joni? E ku është investimi jonë për atje, pra? Ku është investimi jonë për tulla të arit dhe të argjendit dhe për këto pallate? Ku është bujaria jem? Apo më ka lidhë të maqarloku? S'po mlen as frim me marë, sikur se e shpjegon pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithi është në Buhari, ose po ka mundësi edhe muslim se jam i sigurt. Thot shembulli i atij që jep në rrugt të Allahut, bujarit, edhe shembulli të maqarit është sikur se shembulli dy personave që i kanë këmishat e ngushta. Bile e përmend, thot këmishën e kanë prej këtu pak për mi kërthiz deri te fyti. Llogarit më dhon dikujt një këmishë që ka që më thon vesh e kret trupin. Kam u bë sakat. Kamionol ftyra, frymë kamionol.
Qysh veçet e këmish? Thot besimtari i cili jep, thot kjo këmish fillon më ju shliru. Kështu pejgamberi alayhi salatu wasallam po e sjell si shemb. Thot shkon të ju shliru në trup, edhe i lshohet deri në fund të këmbëve, derisa edhe i shkon zhak për këmbë që ja fshin edhe gjurmët e këmbëve. Këtu ja fshin gjurmët e këmbëve, thënë dietarët, ka pas për qëllim pejgamberi alayhi salatu wasallam ja fshin gjunohet që i lën me farkemat e tij, edhe kretë edhe shumë shlirë edhe komod ndihet në atë këmish. Ai që si jep tamaqari, thot shkon të ju shtërngu shumë ma shumë këmisha derisa ti më lidhet që të fyti, edhe durtja më lidhet të fyti, son merr frym. Që do të thotë se kjo interpretohet pak më ndryshe se tamaqarit i nalet fryma. Një dinar me bom jali po dhe me thonë, vallahi fryma i nalet. Bueno, hi du të me qunë intensiv. Pëse që tu këmisha ju kam lidh, që tu të fyti, edhe që tu të shtërngu. Ndërsa ai cili jep skalla ju ka shliru këmisha, i koteshat e gjona, këmishën e gjona. E kështu të më honë besimtari duhet me e shliru nefsin e vetë. Mos mjezon frymën. Pse dhe të ershitina ose 100 ershitina zen vend dikun hajrat që në botën tjetër i bëhet kodra, i bëhet miliona bënuki. Ndërsa qindra dhe mira knena, hargjime tjera me cilat e nëran pos barkun e vetë edhe qefet e veta, hiç nuk ja zen frymën, as nuk i duhet që është duke harxhuar, duke shkëlqyer. Pastaj vëllezëri, Allah i lartësuam në këtë shariat ka bërë program që m'ia pastru besimtarit zemrën edhe mendjen prej tamaqarllukut. Allah don më na pastru. S'don më na lon tamaqar, po dhe s'don më na marr botën tjetër tamaqar. Pjesë e këtij programi është zakati dhe sadakat. Mirë, nëse e analizojmë zakatin si shpejt. Zakatin i hen vjetë. Për pasonik të cilët e mërrim kotën ose nisabin që për këtë vit ka qenë mbi 8.000 euro. Të palun me të në vitin nuk i ka prejkë. I kanë kalun një vjetë. Edhe me dhonë 2.5%. Sa i bjen 2.5% 8.000 euro? I bjen shumë e vogël, dikon 200 diçka euro. Mirë, ai që i ka 8.000 euro, me dhonë 200 euro se janë kur gjabërt. Mirë, qa për dënë me thonë Allah me këto? Allah për dënë me thonë me këto, o musliman, unë du më ta marë ty tamaqarllukun, ju pasunin. Tamaqarllukun du më ta marë për zemrës. Që sa herë djenë vitit ti, nëse s'ke dhonë gjatë vitit, më të kujtu që du të me dhonë fund vitit zakatit. Për ta du më ta marë. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam thot rubbe dirhamin sabaqat dinar. Ka thot dirham që ja ka lënë dinarit të Allahu. Dirhami është i argjendit, ndërsa dinari e arit. Llogariti 1 gram i argjendit sot sa kushton 4-5 euro, më ja kalon 1 gram i tarit. Ja kalon për arsye se ky i dirhamit, ky e ka hjek tamaqarllukun me ton, se i ka pos 2 dirham e ka dhënë 1. S'ka do gjysën e pasoni sadak. E kështu që Allahu përmes sadakës edhe zakatit don me pastruar besimtarin prej tamaqarllukut se si duhet tamaqarlluku. Wallahi nuk ka mundësi me kon besimtar i mirë. Nuk ka mundësi me kon besimtar që duhet. Edhe në ibadetet tjera, sepse në ibadetet që kanë të bëjnë me financa, me pasuni, s'është kërkon hiç ai. Mirë, por nuk ka mundësi me kon edhe në ibadetet tjera mirë besimtari me tamaqarlluk. Kështu që si duhet. Si duhet besimtari, duhet me luftu vazhdimisht për me hiq këto. E Allahu pse e ka zgjedh fjalën zakat ose zakat për zakatin? Sepse fjala zakati ka 2 kuptime. Gjosisht, e para pastrim, e dyta shtim. E Allahu ka lyp zakat ty edhe mua kur ta mrim, kur ti plotësojmë kushtet e zakatit, mirë po na tregon që përmes zakatit ty duhet pastruar, duhet ashtu pasuninë. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat Allahu. Allahu e bën hije plohën kamatën, ndërsa e shumëfishon sadakën edhe zakatin. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr aty në sadak, është për qëllim zakati këtu, që ti pastrosh me to. Ti pastrosh, ja pastron pasuninë, po ja pastron edhe shpirtin. Llogarit një njeri që s'ka nxjerr dinarin, s'ka nxjerr dinar që sa. Çfarë zemre ka ky njeri? Çish është zemra e tij? Me bom jorë rani, me hub diçka atina. I del zemra për i venit, i shkullet zemra për i venit. E besimtari nuk duhet me leju këtë formë, nuk duhet me leju që pasunia me him zemrë. Banu pasunik i madhë, banu milioner, banu miliarder, ama mos e shtin zemrë pasunien. Pasunien, llogarit e vetëm si mjet, me jetu mirë në këtë botë, me ndihmu tjertë, edhe me fitu ahiretin me to. Kash, jo në zemrë. Jo sigur se, shqipat ndodhët i miliarderit,
një herë përmeni si rast, më herët është kënë kohën e krizës 2006 ose 2007, 9 miliardi ka pos personi, 2 i ka hupi, kanë mejtë edhe 7 e ka vra vetën. Pësën, ti, a nërës më menu, edhe 7 i ki. 2 kanë hupi, edhe 7 i ki, banë me ta diçka, gjatënan me ta livrit. Ja, s'ka. Ati ma ki edhe 2000 pas hupi, kish mejtë vetën. Se koni lidh me pasuni. Sepse të maqalluku, që që përmend për jambire Alehi Sallatu Sallam, ishte nuët tu, të fyti. Pastaj, e përmend Hasan el-Basriu një fjallë interesant, e këm përmend disa herë, po vallahi, fjallë të Hasan el-Basriut, e këm një është të thonë, jenë si të pejgamberve, interesant fjallë. Allah i ka dhënë dhe kujtë bereqet, në fjallë, thëtë shumë pak, po, fjallë së një alun kërkush. E Hasan el-Basriu është taben, i kam rri sahabët, po, fjallë të ka interesant. Sti dikush që ka folë sikur se ajpi tabenve, me fjallë. Thot, e kom lexu Kur'anin edhe e kom gjetë që 90 vende Allahu i premton besimtarit se ta kom do rrezikun, ka me ta qurë rrezikun, mësë tot. Mësë bëta ma qarë. Një vend në Kur'an e kom gjetë që shejtani i frikson njerëzit me varfëri. Allahu është besniku, ndërsa shejtani është rëndësi. Musliman, thot, disa musliman, 90 herë në premtim nuk i besojnë besnikut, një herë i besojnë rëndësit. Formulë interesante. Veç një herë Allah në Kur'an thot, e shejtanu ya'idukum al-faqr. Shejtani ju frikson me varfëri. Ndërsa 90 vende thot Hasan el-Basri e kum gjetë në Kur'an që Allahu premton se ja kum dorë rrezikun s'ka kush javnal. Pa jo orë s'ka çare. Këtë dy më çusun javnal. Plus Allah është besniku. Belo është besniku i besnikëve. E thot muslimanët kanë dyshime dhe si besojnë. Nuk është që si besojnë, mirë po, thoni kanë aty rezervat. Të fjala e besnikut që 90 herë ka premtu, edhe çka i besojnë rëndësit që veç një herë ka folën për këtë punë. E kështu që ta maqalloku, edhe ta maqari është shok e shejtanit. Pastaj, një problem tjetër që e kanë njerëzit që sun bëhen solidar, ose s'japin, është se e këshyrin ku po bjen pasunia e tyne. Ku po bjen pasunit. Kjo, si cili ka qef me zonë vend, kur e jep një dinar, ka qef me zonë vend mirë. Mirë po, unë e këto fillimisht po jep për Allahun. Të hon pasunia jemi, për me mrite filoni do të me shku ka Allahun njerë. E kështu që si që kanë të Allahu, pastaj ku të bjen, nuk është problem. Nuk është problem. Mirë po, i bjen dikujt ndërë që se ka marak, që kjo me pare të minja, ose i tjetëri bona kia jep një kerë sadak, ose jep një lup sadak. Pastaj lupa i shka një fukarat që kjo se ka në hojë, lupa jem pe i grozit tem me shku taj, qka? Bon, kë harën që sadaka e ti një herë është në gjitë për pjetë, ka shku të Allah. Pastaj ka shku të fukarat, e së është më rëndësi ku ndojët ku një shkanë, më rëndësi është me shku të Allah dhe më pranu, tek Allahu i lartësuar. Mirë për shumë njerëz i pengon kje për mësë më boba mirësa. Allahu i zëtë, së me një dhomë kërkujna. Fukarat, mendje më dhaj, ata kështu, këta kështu, së të folë kërkush, pse se i këshyrim, kujt për i shkan pasunia ju. Mos sikur se e llogarisim që na po i nerojmë ata, por ndryshe ata janë të na nerojnë neve. Wallahi billahi. Nëse pasuria jonë arrin me shku te nevojtarit, te fukaroja, ata janë të na nerojnë neve. Pse se ata janë të na i mundsu neve në investim botën tjetër. Në investim ndërtesa. Jo do më të kaqë, atra më të kaqë sa është koeficienti këto të na, mirë po Allah alem për palloti. E kështu që ata janë të na bën njerë neve, jo na atyne. Edhe kështu do të më këshyr fukaron, edhe kështu do të më këshyr ata që bëjnë mujin. Edhe do të më shku me përqaf, e më gëzu. E më thon Allahu të shpërblef që më dole në udhë dhe edhe vone se vep ti që une me çu diçka na heret përmes teje. Se s'di çka kam me çu. S'di çka kam me çu që më dole ti. Edhe kështu pastaj edhe bujaria, edhe ndihma, edhe solidariteti i bëhet shumë më i fuqishëm, shumë më i fortë, i forcon lidhjet mes njerëzve kështu më radh. Është një hadith, me këto po e përfundoj, në Buhari dhe Muslim. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam tregon për një bomers edhe një musliman që ka qenë para islamit, para Kuranit, në popujt e mëhershëm. Edhe kish pas thonë, tunejt me shokët vetë, samte ka me dhonë sadak. Në fakt i ka thonë me vetën, ai samte ka me dhonë sadak, e ka vendosur dhe ka dalë natën me dhonë sadak. Që mos me pa kërkush. Kur qënë nesrit, e morin vesh që sadaka ka ronë në dorë të filan hajnit. Këtë të elhamdulillah që sadaka jem ka ronë në dorë të filan hajnit. Llogarit i sot na me dhonë sadaka të kujt, edhe me po që sadaka jonë ka shku të filan hajni,
e marrë me vendimin jetik, vendimin përfundimtar që në mos jap sadak kërë. Hajna minimua, kjo përdojtë elhamdulillah që sadaka jem pas ka ranë ndër të hajnit. Apet natën, vetë me veti të fërë të samë të ka me dhonë sadakës vetë. Edhe jep sadak, natën, të mëse pa këshështë, kur zhjojnë nesit në mëngjes njerëzit të thënë, prami ka dhonë sadakë dhe kush filan lavirës. So shprallë kjo është hadith. Kjo thotë elhamdulillah që sadaka jem pas ka ranë ndër të lavirës. Apet natën e tretë, thot, sa unë të kam e dhonë sadak. Jep sadakën natën, kur qëtë nesit, thot, subhanallah njerëzit të thënë, a keni një që pramë dikush i ka dhonë sadak filan pasonikët. Thot, elhamdulillah që sadaka jam ka ronë ndër të pasonikët. Mirë, pastaj e shpjegon pejgamberi alayhi salatu wasalam se pse ky ka thonë elhamdulillah, se ky ka qenë i meçëm. Thot elhamdulillah që ka rënë ndër të hajnit, së paku i kursej njerëzit prej hajnis tina për do ditë. Sa i bën parë dhe më nuk vjell. Ose ka mundësi bën aki që i shkan menja mos do të me vjesa, përse përdojnë ka njerëz. Ndërsa, elhamdulillah që ka rënë parë ndër të lavirës, spaku i kursej njerëzit për do ditë, ose disa njerëz prej kur vrisa dhe lavërllëkët. Ndërsa që i ka ro pasonikët ndërë dhe elhamdulillah se i shkan menja e ti që vëdesh ka me thonë. E kështu që ka njëherë disa pasonikëve du të me dhonë sadak. Du të me dhonë sadak që me kujtu aty nëse du të me dhonë vëllësi. Të ndërëm vëllëzën. Sot, gjithmonë u konë kje. Mirë po sot, nuk ecin punët e bëmirësis, punët e mira, punët e hajrit, pa pare, pa mbështit. S'ka. Pejgamberi alayhi sallam kur ka thonë se krejt çka keni ndihmu ju sahabëve, ju kemi dal hakësh. Veç Abu Bekrit s'u kena dal hakësh. Ati kemi lanë që Allahu m'ja kthi hakën. Pse? Sepse Abu Bekri çka ka pas ka qu? Çka ka pas ka qu Abu Bekri? Thonë kanë ndihmu me pasurinë e tij 100%. Ka edhe ka qu te pejgamberi alayhi sallam. Në rast i rrallës përsëritet. Mi po mos i shinkon qëtu bëmirësia, edhe që sadakat sahabëve, normal që pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte pas më vështirë misionin edhe davetin e tij. Mirë po me tu e ka bë davetin, me tu e ka prap davetin, me tu e ka shpëndon zakatin, me këtu i ka bë projekt, ka ndërtu xhami, ka themelu ushtri, ka bë ato, i ka bë të gjitha. E kështu që sot punë s'hecin. Punë të hajrit nuk hecin. Aty kanë me hez diqysh, se dikush ka me qu, Allahu, për secilin punë, për secilin hajrat ka me qu dikonin. Mirë po, apo më qënë mua dhe tyje. Kjo është më rëndësi. Unë nisë një xhami ka më maru vallahi. Vallahi ishin me dojeti ma keq. Vallahi Allahu kam javqu dikonin se nuk ja u merr Allahu prindin fëmijëve vetëm se kam javcaktu një kujdestar. Kam javqu dikonin atyne. Vallahi njëri kish nevojë për bok, kam javqu dikan Allahu. Sjetaj. Vesh nëse e ka dekën ai des, ose ai tjetri vallahi s'kesh kolmish me krye. Kam javqu Allahu dikan mirë, po mua po më çon. Sa e kam u kry, ama ona jam çaj çesh. E çto to e pyet veten? Qështu të e lodhë vetën, qështu të i thonë vetës që duhet me dhonë, edhe duhet me dhonë edhe jep pëstaj. Edhe, bashi se ne këtë mund të hajrit, s'paku për qëtë pasoni, që tu nuk pytësh në ditën e gjykimit, sepse e ke investu mirë. Ndërsa për ato që kemi hargju të shpija, kemi hargju me kere, me benzina, për barke, për qefe, për kështu vallaj për ketë, tu kemi mu pytë. A ne pse kemi mu shbarkun halal? Mirë po kemi mu pytë se një met është, kur hanë ushqim të mirë, edhe të shtrejt, edhe të pranën lukët e barko dhe pastaj lirohesh prej tij pa problem, kjo është nimet, thumë me lëtus elon në jomi dhe janin naim, vallahi keni më pyet. Ndërsa për çet pasunin që e jep hajrat për këto s'ke më pyet. Për këto shka kemi gjetë kodra ditën e gjykimit. Edhe kemi thonë, mos të kisha harxhu bre, mos të kisha çunë parë të bësh tash i podot me dhon xhavap këto po të kisha çuar këto krejt kisha pas ran treneta unë pa Allahut këto dhe kodrat. Allah na i përmirësoj gjendin. Allah na i largoft të mashallaq. Mos zavd vend të maqalloku në zemrat tona dhe në zemrat e muslimanëve. Na pastruf prej ti në këtë botë edhe na bafë që në botën tjetër me taku Allahun azza wa jall duke qenë me zemra të bujarit, me taku bujarin e bujarve që është Allahu fisniku i fisnikëve dhe më na i dhon shpërblimin qysh Allahu din dhe qysh ai mëshiron robët e tij sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.